Prandaj shumë e rëndësishme që ne në sistemin e arsimit të lartë kemi zgjedhur atë që quhet procesi Bolonjës, që ti studimin bachelor mund ta marrësh si studimin bazik në një deg që ty të pëlqen, po që dhe ke mundësi ta realizosh, dhe nga ana tjetër studimin e mjeshtërimit ose të masterit që quhet, mund ta marrësh në bazë të profileve të punës si ti të zësh dhe të nevojës që ke për të realizuar ato që quhen aftësitë tua më të larta në garën e dijes. Ndaj unë nuk do thoja që kemi deg të pëlqyeshme apo të papëlqyeshme, të papranueshme ose që nuk po i zgjedhin shumë janë pikërisht të degët e mësuesisë, degët shoqërore. Shumë të përzgjedhura janë degët që lidhen me IT-n, me inxhinierit, me degët e informatikës, të cilët sot janë trendi. Ka dalë një profesion i ri që quhet influencer, po që ai është një profesion që do një gjithë përfshirje dhe ata që duan të bëhen influencer, unë i këshilloj që të marrin formim akademik shoqëror, pra të dinë historinë, të dinë gjeografinë, të dinë të bukurën, të dinë estetikën, të dinë artin, të dinë kulturën, sepse nuk mund të jesh influencer vetëm thjesht duke bërë foto.